Qeveria deklaroi se asnjë prej akuzave të Partisë Demokratike për tenderat e OSHE-s nuk qëndron, por deputeti demokrat Genti Strazimiri tha se kjo është një gënjeshtër. Nuk është kosovare, por Esadria Bazit këmbgul Partia Demokratike për kompaninë që ka përfituar 970 milion lek. Alko Impex, siç e shikoni në ekran, jo vetëm qëllon që i ka ambientet të njëjtën adresë me uslugën e Esadria Bazit, të njëjtën zyrë, por ka përfaqësues ligjor Arber Abazin, nipi i deputetit Ramës. Këtu mund ta shikoni fare mirë dhe për më shumë ndoshta mund të pyesni Tauland Ballën. Nuk është argument sipas demokratëve as mbrojtja për firmat e deputetit socialist Pjer Indreu dhe ish kandidatit socialist për Bashkinë Kamës Safet Gjitsi, se kontratat e tyre janë lidhur me ÇEZ që në 2009. Domethënë që ÇEZ është plaçkitur që ditën e parë me bashkëpunimin dhe me përfitimin direkt të rilindasve të Edi Ramës. Çështja është se plaçkitja vazhdon njësoj edhe tani që ÇEZ është kthyer në OSHE dhe në administrimin e kryeministrit. Madje milionat po i marrin tani pa tender, pa njoftim, pra pa konkurrencë. Në janar dhe në prill të vitit 2015, para zgjedhjeve lokale, Gjitsi mori një herë 220 milion lekë dhe një herë 110 milion lekë. Me një goditje pa tender, Ndreu mori me 16 mars të vitit 2015 199 milion lekë. Për gjithë abuzimin ndaj shqiptarëve, Strazimiri tha se qeveria Berisha zgjidhi kontratën me ÇEZ dhe rimori në administrim kompaninë, duke filluar dhe procedurat e dëmshpërblimit në arbitrazh. Ai tha se gjithçka u prapsua pasi qeverisë së majt i interesonte plaçkitja OSHE-s. Kjo qeveri monstrash armik ka gjyshe 99 vjeçare të Miridhës dhe mirat të tjerë në të gjithë vendin, që varfëria dhe padrejtësia po i çon deri në vetvrasje. Koha po mbaron. Ka ardhur dita të pastrojmë këtë vend nga monstrat pa shpirt.